Memorie. 16 fusha do të shfaqen në ekran, dhe në secilën fushë do të shfaqen një imazh me një qelës përkatës. Fushat do të hapen dhe mbyllen njëra pas tjetrës, dhe garuesit duhet t'i shikojnë me kujdes dhe t'i mbajnë mend ato. Pasuar nga pyetjet që lidhen me konceptet e treguara. Për shembull, në sa kuti u shfaq një elefant? Çfarë u tregua në kutinë numër 5? E tjerë. Secili ekip i përgjigjet 4 pyetjeve dhe merr një pikë për secilën përgjigje të saktë. Fjala e fshehur. 5 shkronja do të jepen në një renditje të ngatëruar, të cilat fshehin fjalën që kërkohet. Në fushat do të jepet një shkronjë nga fjala, e cila do të qëndrojnë në vendin e duhur. Çdo ekip ka 10 sekonda për të gjetur fjalën e duhur dhe për të shënuar 2 pikë. Nëse pas 10 sekondash, skuadra nuk jep përgjigje, ata marrin ndihmë duke zbuluar shkronjën e parë dhe 10 sekonda të tjera për të gjetur fjalën, dhe në këtë mënyrë fitojnë 1 pikë. Asociacioni. Çdo ekip ka tabelën e vet të asociimit, e përbërë nga 3 kolona, A, B, C, me nga 3 fusha secila, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Konkurrentët hapin me radhë fushat e secilës kolonë dhe përpiqen pas çdo fushe të hapur të japin një zgjidhje për kolonën përkatëse. Për çdo kolonë të saktë, skuadra merr 2 pikë. Pas hapjes së të 3 asociacioneve nga secila kolonë, ekipi ka për detyrë të hamendësojë zgjidhjen përfundimtare në 20 sekonda dhe të marrë 4 pikë. Koordinimi. Secila skuadër merr nga 6 rretha. Pra çdo garues do të marrë 2 rretha me të cilat do të përpiqet të godasë shtyllën, dhe kështu t'i sjell ekipit të tij 1 pikë. Koha e caktuar për këtë lojë është 30 sekonda.